Rritet çmimi i bukës në qytetin e Korçës duke prekur të gjithë llojet e bukëve përfshirë ato masive. Këto të fundit, një ditë më parë kanë kushtuar 120 lekë, ndërsa ditën e mërkurë kushtuan plot 140 deri në 150 lekë. Një gjë të tillë pranohet nga vetë konsumatorët të cilët janë përballur me jetë rritje në dyqanet e tregtimit të bukëve. 1200 vllakën tash e merr 1500. Mielli s'është rritur se mielli ne se nuk po. S'është rritur gjë. Pse duhet të rritur? Bile këta e rritën edhe nuk e ul në parë. Si që ul mielli, ul, edhe filloj të rritë këta si shoqaka, si qanë. Tash e glitën, nuk se morë edhe. Po se është e përballueshme? Si do e dhe përballueshme? Shumë gabim, sa s'ka më këdvej. Sa s'ka më këdvej. Qatë të më. Miro. Shumë do. Është shumë e përballueshme, jo pak, po shumë. Në edhe 1200 në tuk që e rëndë. 1400. Prandaj po i numëronja. Po ku e di unë se di një ja të shivaj të për të pa. Se ka marrë andej në 1200. Tash e përballojmë. Të kontaktuar pronarët e furrave të bukëve në këtë qytet pranojnë rritjen e çmimit që sipas tyre ka ardhur për shkak të rritjes së shpenzimeve edhe në kushtet kur mielli nuk ka pësuar ndryshim në çmim.